Java e nënë sot dhe magjia për çdo javë që kalon po merr për masa gjigande. Këngët po pëlqejnë dhe po kthehen në playlistat të preferuara për fans të këngës magjike. Dhe siguroj që edhe kjo javë do të sjell këngë që ju do t'i plejoni nëpër celular, në makina, në laptop dhe kudo ku ju dëgjoni muzikë. Fonotekës së muzikës shqiptare janë shtuar minimalisht 5 këngë të reja çdo javë, të cilat emërues të përbashkët kanë shpirtin. Në çdo varg të këngëve të këtij edicioni fshihni histori, dedikime, mesazhe sociale. Por java e 9 do të ketë emërues të përbashkët dashurinë. Motivin kryesor që solli ekzistencën e këtij festivali. Ndërkohë që zërat Big bëhen gati, unë do t'ju takoj edhe njerë me këngët konkurruese nga java e 8. Nga kategoria Big, Mariona Metohu me këngën Hije. Rej Bejani, Nuk më ka jo. Jank Zerka, E doja. Erisalo, Palumbar. Angus Day, 1000 vjet. Franci, Kur vret një dashuri. Laura Lila, Copa Copa. Letisa de Salvatore, Ti porto al sicuro. Rikthehemi në javën e 9 ku kategoria Big rezervon 3 këngëtarë të cilët kanë një lidhje të veçantë me këngën magjike sepse kanë besuar në magjinë e saj që në hapat e parë të karrierës së tyre. Fatje deshi që të treja këngët jenë balade romantike të stilit simfonik, ndaj sot e di që zemra do t'ja u bëj bam. Këngëtarja e parë që do të thyej akullin me zërin e saj, merr motivin nga dashuria, e cila është dhe tematike e këngës që prezanton Gresa Gjocera. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Gresa, titulli i këngës që do të prezantosh është A kam unë faj, nëse do të ishe në një seancë gjyqësore, për çfarë mendoje se do të shpallnin fajtore? Është për sinqeritetin e tepërt. Fajtore. Shiko, për hir të dashurisë tek partneri, cilin faj do falje? Të gjitha. Si? Mendoj se kur fal Zoti, ne si jemi askushi që të fajsojmë dikë, kështu që mendoj se çdo faj, nëse nuk është një gjë që nuk kthehet më mbrapsht, falet. A është dikush në jetën tënde që do t'i thoje më fal për një gjë? Tani që jam bërë prind vetë, më falë do t'i them vetëm prindëve të mi për çdo shqetësim që i kam sjell ose për çdo mundim, edhe falje i kërkoj vetëm Zotit. Ka ardhur momenti të dëgjojmë baladën A kam unë faj, Gresa Gjocera. Me sa të mekur Bi çdo që dhe po më shkrua Kam një copës jetë mbetur Plot kujtime që i ruaj Dashuria shije plot Here idhur, here ëmbër Të vështire kam unë sot Për të mbajtur ma një ndër A kam unë faj Se të dua shumë A kam unë faj Se për ty frymën mbaj A kam unë faj Se të Se për ty frymën mbaj
ndali para meje, s'të thërisja do të në hemo, humba forcën para teje, për të mbajtur qam në semën. A ka mu faj, se të dua shumë, a ka mu faj, se për ty frymën mbaj. A ka mu faj, se te kulle gjurma, për ty frymën mbaj. Se për ty frymën mbaj, se te kulle gjurma, se për ty frymën mbaj. Faleminderit. Gresa Gjocera, kam unë faj. Edhe ata s'kam parë. Faleminderit, Gresa, faleminderit. Këngëtari i dytë do të na prezantojë me një anë të vetes të cilën nuk ja kemi njohur më parë. Në Kënga Magjike 2024 solli rebelizmin e këngës Plumbat, ndërsa këtë vit do të na njohë me anën e tij të butë, Algert Sala. Mirë se vjen, Algert. Se vi qeta. Më vjen mirë që nga një artist kur na ka ardhur dhe vit pas vitit i rritesh dhe rritesh edhe në muzikë edhe në art dhe në të gjitha. Po çfarë ka ndodhur zemrës tënde gjatë këtij viti? S'ka pat shumë dashuri. Nuk ka pat shumë dashuri. Prandaj ke vendosur të këndosh dashurisë apo jo? Ndoshta rikthehet. Ndoshta. Nëse do mbaje një cilësi nga dashuritë tua, cila do të ishte? Sinqeriteti. Sinqeriteti. Ka qenë vetëm një formë që e ka patur jetë gjatësinë në një marrëdhënie. Ti një djalë puro lab, në këndvështrimin e një labi, si do të ishte dashuria perfekte për ty? Nuk e di. Nuk mendoj që ekziston perfektja. Thjesht shpirtrat përafrohen nga energjia dhe bëhen një plot. Për ta përmbyllur, kuj do t'i thoje sot jeta ime? Jeta ime do ju them të gjithë njerëzve që janë pjesë. Kaq shumë? Të gjithë njerëzve që janë pjesë e jetës time, A, familja, mendova shoqëria. jo, mendova në dashuri. Në dashuri, po, Pra kur the të dedikim, gjithë thash, o zot, ata që kanë për më. në rrugtimin e tij si kantautor, kënga e sotme shënon, siç e thash edhe më parë, pikurinë e tij artistike. Jeta ime, Algert Sala. Faleminderit. Se ti jeta ime, mi kalon këto mendime në kokë, se herët apo vonë nga ti dhe unë, kur ndjenja të mbaroj dhe jetat na rëzoj, pse prap ti japin fund këtë herë mos ikti e di se si jam unë, ka me dasht edhe më shumë, më mungon një dit pa ty së vite, ti jeta ime, shpirtin mos mbaj me dhimbje, veten e gënjejm, tjetër nuk gjejm, si
nuk gjej. Dhe vetën e gënjej, tjetër nuk gjej. A ka më mirë në këtë botë erët, e sa her jam djeri verë për ty t'kam bajt si dri. E tani po t'shmendem kur shikoj vetën, zemra më digjet jetës si trëmbem, pa të kam harru si mos baj me dhimbje vetën e gënjejmë, tjetër nuk gjejmë, si ne nuk gjejmë. Të vetën e gënjejmë, si ne nuk gjejmë. Faleminderit. Algert Sala, jeta ime. Unë besoj tek misionet në jetë dhe një energji qiellore ka përcaktuar misionin e saj, kënga. Zëri këngëtare së tretë, ditë të përqafoj, jo vetëm ne, por edhe audiencën e huaj, është ndër përfaqësueset më të denja të melosit shqiptar, por sot ka një rrëfenj zemre. Qielli të javës së nëntë nuk kishte si ti mungonte ylli Albina Kelmendi. Mirë se vjen. Albina vjen këtë herë me një këngë që në refren përsërit non-stop fjalën gënjeja. Nëse do zgjidhje vetëm një nga dy opsionet, të gënjesh apo të gënjejnë, cilën do preferoje dhe pse? Po, kush do kishte pas dëshirë me u gënjy? Më mirë ti gënjejmë. Dhe pse je shumë e re? A ka në një moment në jetë që ti ke menduar jeta që nga gënjeshtër? Po, sigurisht. Si çdo njeri tjetër, edhe ne kemi ato ulje dhe ngritje tona. Ndoshta për faktin që kemi një profesion jo të lehtë. Ka një moment specifik? Nuk mbaj mend tani për momentin. Je koncentruar te kënga. Po, sepse kam shumë emocione dhe sa herë mendoj që nuk do kem emocion, une gjithmonë përsëritet e njëjta gjë. Nëse një e vërtet që duhet t'ia thuash dikujt, ka nga pas një dhimbje të madhe. Do e gënjeje, do t'i thuaj të vërtetën, apo do heshtje? Jam gjithmonë pro të vërtetës, sa të që Pro të dhëmbë. vërtetës? Po. Edhe pse dhëmbë? Edhe kur dhëmbë, është mirë ta dim të vërtetën. Në momentin që ti merr një kompliment dhe ndjen që është dhe i pavend në momentin që ta thon, të pëlqen dhe pse është një gënjeshtër? Janë gjëra pak që lidhen me profesionin kur merr komplimente gjithkohës, ndoshta. Por nga njerëzit që më rrethojnë, nga ata që më duan, i marr si shumë të vërteta dhe mundohem t'i mbaj ato nëse marr një kompliment, mos t'i zhgënjej. Okej. Atëre, gënjeja, Albina Kelmendi. Faleminderit.
e pasha të papritur, stikë priste në stacion. Të dy u pam, por nuk I flisja dot. Një vajzë vrapon e lumtur, tek ai hapat ndalon. U përqafuan e u puthan fort. Një mico bashkë më zemra kur I pash. Bahu fort se do kaloj vetës I thash. Për ata të dy nuk mundem të gëzoj. Oh, do kaloj, do kaloj, do kaloj. Gënjeja, gënjeja, se s'do ta doja më. Gënjeja, vetën e gënjeja. Më mirë s'po them asgjë. Të ka përdor, sa të lumtur që të dy. Tani sa duan në mër ta thëras. Në heshtje sa ju luta, të më shikon të një herë në sy. E prita dhe kthe u kokën pas. Një mico bashkë më pëzemra kur më pa. Një mi fjallë pa folur fare, a I mi tha. Një mi jetë do jepja ti shën vend të saj. E kam dashur dhe tu atë, prandaj. Gënjeja, gënjeja, se s'do ta doja më. Gënjeja, vetën e gënjeja. Më mirë s'po them asgjë. Gënjeja, sa gënjeja, se mundem pa atë. Gënjeja, vetën e gënjeja. Më mirë s'po them asgjë. E tua una të. Gënjeja, vetën e gënjeja. Pa të nuk mundem më. Albina Kelmendi. Albina me këngën Gënjeja. Këto ishin 3 balada zemre, për të gjithë ju që prisni dedikim me dashurie. Mos harroni t'i votoni këngët me yje në faqen këngamagjike.com, ku ju kujtoj se mund t'i jepni vetëm një vot këngës tuaj. Pas pak hashtagu BeMagic do të brendoj kategorinë që sjell risi, ku së bashku me Anën do takohemi për herë të fundit me ta në këtë sken. Ndërkohë përqendronim pak për drejtimet ku duhet të ecim në jetë. Publicitet. Nëse dikur në kalendarin e telefonit tim shënoja data të rëndësishme, pra ditëlindje ose ditë me kujtime nga studio apo nga shkolla, që nga 14 shtatori I këtij viti, çdo e diel ka një tjetër kuptim. Numri 14 nuk ka qenë ndonjëherë I veçantë për mua, por tani po. Është edhe numri I artistëve të rinj që do të kualifikohen për netët e mëdha, dhe pse ky numër më duket pak mision I pamundur për jurin. Sidoqoftë, që nga 14 shtatori, mund të them si jam një vajzë me shumë miq dhe jo vetëm virtual. Nëse kënga magjike e këngëtarëve të rinj ju ofron magjinë e skenës, mua po më mëson magjinë e fjalës dhe të miqësisë. Nëse do më pyesnin se cili është kujtimi më I bukur nga javët e kënga magjike, do thoja ju. Dhe sot
do doja t'ju prezantoj antaren misterioze e cila do t'i bashkohet Kozetës dhe Marselës javën e ardhshme. Është një zë unik në radio, një artiste e cila padyshim i mungon skenës. Ka marrë pjesë në 2 festivale magjike dhe nuk di pse nuk këndon më. Let na e thot vet, Gerta Heta. Shëndetje të gjithëve. Sa qef? Padyshim që Me po. kran. U zbulua misterioziteti. Pse kam munguar? Ana, unë kam zgjedhur prej 15 vitesh, domethënë që kur e kam lënë këngën herë për herë të fundit, u bëra pastaj mami, kam 14 vite që jam bërë mami dhe kam vendosur të jem mami me kohë të plot. Ky ka qenë shkaku. Domethënë unë kisha vendosur të isha më prezente në rritjen e fëmijëve dhe ky është shkaku që unë jam shkëputur nga muzika. Si do e mendoje, më mirë në këngë magjike në juri apo si konkurrente? Më merr malli për atë konkurrencën, vërtet. Po dhe edhe jurin është një gjë e pa bërë ndonjëherë, kështu që e bëj me qef. Këtë vit do ta bëj me jashtë masën shumë dedikim. Do të jem fair në vendimarrje, mezi po pres që të ulem aty dhe të jap kuqe ose jeshile. Edhe ne mezi po presim të shohim në poltronën e jurisë e merituar. Faleminderit. E shoh këtë festival këtë vit, nga viti në vit shoh ndryshime të jashtëzakonshme. Shikoj peshën që i kanë dhënë edhe artistët e rinj, jo vetëm zgjedhjes së këngës, ajo është e para fare, por i kanë dhënë një rëndësi jashtëzakonisht shumë të madhe edhe performancës së tyre. Më pëlqen që ky festival i këtij viti ka një larmi të madhe zhanresh, më pëlqen shumë kjo gjë, nuk jemi të fokusuar vetëm tek baladat, ka zhanre nga më të ndryshme. Ka dhe autenticitet. Shumë nga artistët janë shumë autentik, janë shumë original. Domethënë të jetë shumë punë e vështirë për zgjedhja. Dhe kam dhe një pyetje të fundit, të e kam nga vetja ime. Kë nga antarët e jurisë do doje të sfidoje? Wow, sa e vështirë. Po tashi, si kundër vim nga i njëjti terren, unë dhe Kozeta, po sfidoj Kozetën, se edhe po e mori keq, prap jemi shoqe, nuk do ma marri për keq, jam e sigurt. Po atëherë nuk mbetet tjetër, veç të fillojmë javën e 9, kategoria New Artist. Deri tani janë interpretuar 45 këngë, nga të cilat 36 kanë kaluar në fazën e parë përzgjedhëse. Dhe sot do të njihemi me 5 këngëtarët e rinj të fundit. Teksa po flas, ndjej edhe pak nostalgji, sepse po më kujtohen këshillat e njeriut që më prezantoi me një familje të dytë, duke më thënë: në këtë familje askush nuk mbetet pas. Nëse deri dje e kam prezantuar si gjysmën time më të mirë, sot e pranoj. Ne jemi një trup i vetëm, dhe më shumë se asnjëherë e dua pranë vetes, Ardit Xhebrea. Nga çfarë the, më bëri përshtypje që të duket misioni i pamundur numri 14. Po, sepse deri tani janë 36 të kualifikuar dhe me siguri që edhe sot do të ketë artistë të rinj që do e kalojnë fazën e parë. Dhe si është e mundur që ky sukses i të rinjve të mbetet në numrin 14? Te ka vendosur produksioni që më parën, na? Po, kush është produksioni? Ne jemi. Po kush ne, se unë nuk kam dëgjuar as kënd të thot numrin 14 përveç teje. Atëherë, ne do të thot Aldo, Silvi, Andeta, Joni, Dorina, Elios, Ilva, Anila. Mami, Anila? Po, mami Anila. Atëherë, më lejo të bëjmë dije se mami ka sjell tek unë zërin e të gjithëve. Dhe sot të them, Mr. Ardit, ky numër duhet të ndryshoj dhe jam e sigurt që edhe juria do të ishte shumë dakord me këtë. Pra të paktën të jenë 16 me opsion 18. Ja kështu ndodh kur gratë e shtëpisë japin urdhra. Në fakt, deri tani kam dëgjuar që ti bie nga kina kur më thua që po më zë vendin. Por duhet të dish që secili ka vendin e vet. Vendi juaj, Mr. Ardit, dihet, Ironia, por edhe po. duhet të dëgjosh shumicën. Dhe nëse ata druen t'ja u thonë, më lejoni të guxoj publikisht dhe të sjell dëshirën e të gjithëve sot këtu.
po si është ajo shpreha që përdorni ju, duke parë duke bërë, kështu që e lëm më mirë për sot. Dhe deri javën e ardhshme, mos kujtoni se do flini i qetë në shtëpi. Në fakt, kur afrohen netët finale, gjumi trazohet, është e vërtet, dhe në këtë 25 vjetor, kemi një mision shumë të rëndësishëm që të dhurojmë spektakël si kur më parë. Ti fol, ne bëjmë gol. Por ata që do të shënojnë sot janë artistët e rinj, dhe Juria uroj të mos i ndëshkoj, por t'i promovoj, siç kanë bërë në shumicën e rasteve deri në këtë javë të fundit. Dhe Juria sot përbëhet nga? Ai i cili ka besuar në misionin e kategorisë New Artist që në themelimin e saj në vitin 2016. Dhe sot është një zë shumë i dashur nga krijuesit e rinj, Algert Sala. Jo vetëm një zë i rëndësishëm në botën muzikore shqiptare, por një mendim kritik pa kompromise, Jonida Maliqi. Përshëndetje, faleminderit. Ai është mendim, humor, ku ti qesh, por shpesh më pas edhe të dhëm, por edhe inkurajues si vlerave të vërteta, Enkel Demi. Mbrëma 20 duhem, jo 18. Çdo cilësi e saj artistike, këndim, interpretim dhe prezencë skenike, qëndron me dinjitet në poltronin e jurisë. Albina Kelmendi. Mbrëma gjithëve, faleminderit. Që në takim të parë, ajo transmeton një energji shumë pozitive dhe jam e bindur se sot do t'i inkurajoj këngëtarët e rinj. Gresa Gjocera. Mbrëma. E di që nuk po ju pritet sa të njihni 5 këngët e fundit në garë. Jemi gati të fillojmë. Nuk po ju dëgjoj mirë, edhe një herë. Konkurrentja e parë vjen nga Vlora dhe është kantautore. Kënga e saj lindi nga frika e të besuarit verbër ndaj gjithçkaje që e rrethon. Në një ndjenjë të pastër, sjell këngën bashkëkohëtar Zeneida Skënderaj. Pëlqen ky stil tu? Po, më pëlqen. Edhe goca duket tipike vlonjate, nga jam edhe unë. Zjohet çdo moment, dikush dimjen për qafon, dikush diellin pre. Në pulsin e natës, një nënë heshtje shan, tjetra sheh fëmijën të e hapin e par diku një zemër. Pse rutina tën e mirë, dikush fale, dikush flet për dashuri. Sot mja jote nesë më pret, o bashkëdhëtar, bota rotullohet, e në kalendar. E sot mja jote nesë më pret, o bashkëdhëtar. Shumë mirë, muzikale. Një tjetër vlerën si a di, dhe para syve nuk e shelëm të ri. Ne jetojnë, dashurojnë, thyemi e ndryshojnë, të ndryshëm po aj sa njësoj, diku një zemër. Pse rutina tën e mirë, dikush fale, dikush vret për dashuri. Oh,
Zeneida! Persja Shile! Më vjen mirë një kantautore që u inkurajuar në këtë mënyrë dhe në unanimitet mori vlerësimin për të kaluar në këtë fazë. Ndërkohë, jemi në javën e 9 dhe Algert, me qëse nga Vlora, që ti thua është vlonjatës tënde? Vlonjatët janë të talentuar. Më pëlqeu shumë interpretimi, paraqitja skenike, vokalisht ishte shumë mirë, kështu që e meritonte Jeshilën patjetër. Gres? Edhe ndonësi në pamje, ashtu dhe në vokal, e sakt. I kishe të gjitha të mirat. Albina? Më pëlqeu shumë. Sigurisht fillim kishte pak emocione, edhe më duket që gjatë këngës filloi me marrë veten, me pas besim ma shumë vete. Keni talent shumë të madh, uroj që me punu me zhvillu sa ma shumë. S'mbetet diçka tjetër me thonë përveç suksese. Jonid? Atëherë, përgëzoj sepse je kantautore, një vajzë re si ti, bravo për këngën, për ëmbëlsinë në strofa, pastaj për grintën, interpretimin edhe personalitetin. Shumë faleminderit. Kisha vetëm një pyetje, gjua e shenjave, çfarë do të thoshte? Gjua e shenjave, ta shpjegoj të gjithë? Shpjegoj patjetër. Atëherë, ju dua, ju lutem ndaloni së mbylluri sytë tuaj, ne jemi të gjithë njësoj. Je shumë e mirë. Bravo. Je shumë e mirë. Faleminderit. Me gjurën e shenjave si thonë urime? Urime. I vazhdojmë me këngën tjetër. Do t'i bashkohet skenës një new artist i cili konkuroi edhe në edicionin e kaluar. Do të prezantoj një këngë e cila flet për kujtimet që rrethojnë jetën tonë, sepse ai e gjen forcën në çdo kujtim që ka brenda vetes. Me këngën Vegim, Edison. Hajde, hajde. Hajde stil, hajde. Është shumë interesante atë. Back vokale janë këto? Po. Ti shfaqesh një vegim, një dëshirë, aromën tënde ndjej. Ti shfaqesh iluzion të kërkoj, por ti aty nuk je. Ja si qmendur, vapoj. Ja si qmendur, vapoj. Ja si qmendur, mungon. Ti më mungon. Ti larg meje qëndro, ti jo mos mu afro, jo ma nuk të njo, ty mos të kërkoj. Ti larg meje qëndro, ti jo mos mu afro, se do të haroj, ty do të haroj. Por si një makim, shpirti ma shkatror, se ti e vegim që s'paron. Ti larg meje qëndro, ti larg meje qëndro. Fytyrën të t'haroj, sëri mos ta të gjoj. Ka pak pas sigurim. Ishte të kumboj dhe nga ky matën të shpëtoj. Fytyrën të t'haroj, sëri mos ta të gjoj. Ishtja të kumboj Në dhe nga duket ky shumë i ri matën nga të zëri. shpëtoj. Si qmendur, vapoj. Kënga është shumë e mirë, po ai ka probleme. Si qmendur, mungon. Ti më mungon. Se ky labirint s'ka fund, një rrugdalje po kërkoj unë. Pse është kaq e vështirë të largoj këtë vegim, Se ky labirint s'ka fund, një rrugdalje po kërkoj unë. Pse është kaq e vështirë të largoj këtë vegim, Ti larg meje qëndro, ti jo mos mu afro, jo ma nuk të njo.
njo, ty mos të kërkoj, ti lak meje qëndro, ti jo mos mu afro, se do të haroj, ty do të haroj, po si një makin, shpirti ma shkatroj, se ti e vegin që s'haron, ti lak meje qëndro, ti lak meje qëndro. Jo ma nuk të njo. Jo ma nuk të njo. Presim me ankë të vlerësimin, Edisoni, deri tani ka marrë pikkuqe. I mbetet Kelly mos. Do ta filloj nga Jeshilja, Gresa. I dhash Jeshile, për të vetëm arsye sepse e parë që ishe shumë i emocionuar fillimisht. Kishe shumë probleme intonative, kishe probleme me frymarrjen, edhe nuk dua të kapem fare personalisht, po edhe teksti nuk më të roqe. Albina, pse kuqe? Nuk më përmbushi komplet si projekt. Bravo dhe për vullnetin edhe për punën që ke po për këtë paraqitje, por nuk mendoj se Edisoni është gati tani në këtë fazë që ta kaloj dhe të prek pallatin e koncerteve. Vetëm për këtë e kam dhe si vokal më duket ende pak i papjekur, edhe për zhandrin që ka zgjedh, nuk e di nëse ka provu me këndu edhe këngë të tjera, por kjo këngë nuk më duk materiali duhur për Edisonin. Ndërkohë shohim çfarë do të na thot Algerti. Vlerësoj thjesht faktin që ka ardhur investuar, materiali ndoshta nuk u këndua siç duhej, edhe kjo është thjesht për motivim. Jonid? Unë mendoj që produksioni ishte mjaft i realizuar dhe mendoj që ke probleme ti me të kënduarit. Produksioni mua më pëlqeu. Kelly? Vjen keq. Mendoj që është një eksperiment i guximshëm dhe për këtë të uroj, por kishe ato gjëra që tha Gresa pak a shumë. Edisoni është bërë ujë në djerës, kështu që nuk do doja të torturoj akoma dhe më shumë, po i rjedhin djerës, ikim bashkë dashur, do të vi një artist tjetër. Jemi me një artistin e tret, i cili është shumë familjar për jo. Kënga magjike ka qenë gjithmonë një dritare artistike për të. Në vitin 2024, arriti të plotësoj ëndrrën e pallatit të koncerteve, ku interpretoi një këngë në rrymën R&B Soul. Këtë vit vjen totalisht elektronik dhe prezanton materialin e parë në zhanrin dubstep në këtë edicion. Elixir nga Reinaldo Gaci. Shtu kur vjen besim vete, hajde. Edhe nuk heq dorë kur. Bravo i qoftë. Atë mendova. Që ta veten si ëndrimtar në një hapësirë që nuk isha par, si puzzle po formon dal nga dal, çdo moment ndihem gjallë. Jo nuk di ku po më çon një iluzjon Nuk dëgjon duke. që s'po mbaron. Elixir, më zgjo, më fto, ti më prek, më ndje, jeto, se jo sot, nuk jam në to, në dimension tjetër ndëroj, a ekzistoj. Ajo zjarë, uj dhe tokë, çdo element, aty ka jet, aty ka jet.
Më flet një zë, është më i fortë se unë. Ma higher se feels calling, higher se feels calling. E zemra po pulson, si e të shmëndur s'pon dalon. Në pranga mos qëndrove të shpirtin ti dëgjon. Ku po të qon, një iluzion që s'po mbaron. Eliksir, më zgjo, më fto, ti më prek, më ndje, jeto, se jo unë sot, nuk jam në tok, në dimension tjetër ndëroj. Eliksir, më zgjo, më fto, ti më prek, më ndje, jeto, se jo unë sot, nuk jam në tok, në dimension tjetër ndëroj. Ajër, zjarë, uj dhe tokë, çdo element. Koha sot se ekziston, jam pa gravitet. Ajër, zjarë, uj dhe tokë, çdo element. Aty ka jet, aty ka jet. Reinaldo Gaci, Albin, ja dolëm, a? Këtu ja dalim gjithmonë. Jo, Nida. Renold, unë e pash që në fillim që kishe probleme me dëgjimin. Dhe di çfarë vlerësojmë mbi të gjitha, një artist i vërtet, sido që t'jetë situata ja del, dhe ti ja dole sot, me gjithë probleme teknike. Keli. Jo, edhe unë isha në atë dilemën, por sidomos për fillimin, ti do ta ndjekësh vetëm, dhe do e kuptosh që po aty e morën vesh. Të kishte rënë kufja, diçka e tillë të kishte ndodhur. Dhe kjo më krijoi dilemë për të ndëshkuar apo por pati një ndikim një tjetër vajzë nga Vlora. Ti tani e njeh dhe topsin time, domethënë. Albina. Për mua nuk është shumë e arsyeshme kur del nga ritmi një artist. Dhe pavarësisht se i iku edhe kufja, edhe gjitha këto kemi pas raste me na ike edhe neve, por ritmi për mu... Një moment ishte në fakt. Jo, mu duk se tani është e vështirë me kuptu 100% kur e dëgjon edhe këngën për herë të parë. Por mu duk që gjatë gjithë këngës kishte tendencë me dal nga ritmi. Dhe vetëm kjo më dha si arsye që ta shtyp të kuqen që ti të punosh. Sepse ke talent dhe je artist i kompletuar. Të them diçka unë? Patjetër. Për këtë pjesën që gjatë gjithë kohës nuk më lejonte edhe back vokalit të dilja nga ritmi, kështu që dhe të doja zilja do se ishte një zë pas, një zë para, kështu që vetëm qëllimi ishte. Pas ke qenë sanduiç, domethënë, e kuptoj. Isha gjithë kohës i mbështetur, ka menduar producenti për mua. Ato dy vargjet anglisht për çfarë duhesh? Do ta flasim. E dëgjove. Ato dy vargjet anglisht për çfarë duhesh? My higher self is calling. Zërimi vetja ime brëndshme, më e larta, më ka thëritur, kështu që... Jemi në një kohë që të gjithim anglisht sot, kështu që... Algert? Më ngacmoj, në së shfajim. Po ti për të ngacmuarje. Mua më pëlqeu Reinaldo me këtë zgjedhje muzikore që kishte bërë, ka ardhur komplet ndryshe nga herët e tjera dhe ato problematikat e vogla janë pothuajse të pa përfillshme kundrejt gjithë performancës. Në pallatë duken fare, kështu që... Mendon? Po prit. Prit ke dogan. Gresa. Kishe shumë të drejtë Albina, dole në një moment nga ritmi, edhe fillime kishe probleme, por ato janë gjëra të cilat unë kam përshtypjen që ti kur ti shikosh do t'i korrigjosh dhe nuk do kesh më probleme. As këtu as atje. Shiko, unë në rastin të më doja t'i merja një mendim edhe Gerta Hetës. Patjetër. Me qënë se në javën e ardhshme ajo do t'jetë aty
edhe për të gjykuar nëse. Kështu që të paktën 2 jeshile deri tani ke, Albina për fatin tënd të mirë nuk do të jetë javën që vjen, që të vendosin nëse do shkosh apo jo. Jo, mos ma merr për të keqe. Jo, vlerësoj. E dha dhe Gresa, kështu që uroj ta vlerësosh sepse je i kompletuar në çdo aspekt. Shumë e vërtet. Ta dha komplimentin. E vlerësoj shumë Albinën dhe si artiste, kështu që e marr fjalën. Okej. Gerta. Market, më thuaj. Si të duk Reinaldo? Jam me Albinën. Pati aty momente kur sikur doli nga ritmi. Po ndoshta është ky dubstepi që e krijon këtë, nuk e di, s'jam e sigurt. Nuk është e sigurt nëse dole apo jo nga ritmi. Nuk e di, është Mos e kruaj se do jetë javën tjetër këtu. Ri më mirë, mos fol. Se disa herë që flet bën dëme. Mos fol. Okej. Miru pafshim Reinaldo, miru pafshim. Faleminderit. Mirë. Për këtë javë, deri tani kemi 2 një artistë të kualifikuar, ndërkohë datat 19, 20 dhe 22 nëntor, po vinë sa hapë mbyll syt. Biletat e netëve magjike, ju mund t'i gjeni pranë pallatit të koncerteve. Ndërkohë që vazhdojnë të shtohen rrahjet e zemrës për 2 artistët e fundit në garë, ne kemi atë momentin e ëmbël ku edhe vetë koha do donte të bënte pak pushim. Më pëlqen që për mbështetësi tani zgjedh fjalët. Po mësoj nga më i mirë. Ti je mirënjohës, është virtyt, dhe ne nuk jemi mirënjohës se na mbështesin ne, por sepse ata mbështesin me më të mirën e tyre jetën e secilit prej nesh, publicitet. Pse po më shef? Nga trove. Qa nga trova? Nga trove. Pse unë nga trova? Do ta mbyllësh ti apo ta mbyll unë? Do ta mbyllon. Po mbylle, ha. Atëherë, në këtë pikë, po e mbyllon. Ajo që di tani është se duhet një kafe e mirë. Dhe kudo që europianët shkojnë në botë, kafen e duan me shijen italiane. Ndërkohë që ne e kemi këtu. Italia ka ardhur këtu. Lavazza, publicitet. Bravo! Jemi rikthyer në hapësirën New Artist dhe playlista New do të na sugjeroj edhe 2 këngë të tjera nga 2 artistë që vinë për herë të parë në festivalin Kënga Magjike. Do të ngjitet në skenë më e vogla e kësaj jave. Ajo ka studuar për violin në liceun artistik, por sot do të prezantojë një këngë në zhanrin pop rock. Do t'i këndoj kaosit të ndjenjave kur dashuria është në hapat e parë. Amela me këngën Kaos. Wow! Rastësia ty të solli dhe një herë të kon. Bote vogël ironia, ndo një herë s'ka fund. Djenjat e meja janë në kaos, nuk për ty pem, dot nuk flas, paralizohem para vetes me t'pas. Se nuk haroj, sa ëmbël më ke vrap. Akull ti me gjak të ftot, kur të thoja të du fort. Se nuk haroj, me vetën e pranoj. Nuk e di po më rënqet. Sa timbër të bukur. Është nice. Do ta them, s'dia mund ta them ty. Shoh që keqë është vetë mia, e të lën pa gjumë. Më kujton kohët e vjetra, në kujtime humb. Ndjenjat e meja janë në kaos, nuk për ty bem, dot nuk flas, paralizohem para vetes me t'pas. Se nuk haroj, sa ëmbël më ke vrap. Akull ti me gjak të ftot, kur të thoja të du fort. Se nuk haroj, me vetën e pranoj. Se duhet të ta them,
s'mundem do t'a them, s'dija mund t'a them ty. Se nuk haroj sa ëmbël më ke vrau. Lëvdisi pak. Akull ty me gjak të ftohtë, kur të thoja të Sa vjeç duhet jetë? se nuk haroj, me vetën e pranoj. Se duhet të ta them, s'mundem do ta them, s'dija mund ta them ty. Akull ti me gjak të ftohtë, kur të thoja të fort, se nuk haroj, me vetën e pranoj. Se duhet të ta them, s'mundem do ta them, s'dija mund ta them ty. Amela! Ke dhe jeshiljet e publikut me që po shoh. Albina, ishe jeshilja e parë. Amela, ke një zët mrekullueshëm, mua më pëlqen shumë. Më ke rënqet, më ke emocionu. Nuk e di çfarë moshe ke për halal qoftë, sepse më ke bo me u kthy pas në kohë, sigur më kujtove edhe vetën. Jonid? Nuk e di se sa e ndjen ti këtë këngë, të lutem, dua stabilitet. Kur ta interpretosh, pikërisht në ato akutat, unë e di që ti ja del. Ishte efekti emocionit dhe do sugjeroja ti ishe pak më rehat me veshjen tënde. Që të përfaqësosh dhe isish moshën tënde. Kel? Vura re që pate momente që doje të vetë kontrolloheshe, sepse kishe frikë se mos bëje në i gabim. Në fund pastaj u lëshove. Gres? Mua Amela më knaqi, deri tani në këto momente isha ajo që shijova më shumë, dhe jam shumë dakord me çfarë fol, vetëm të lutem, lëshoje zërin, e ke shumë të bukur, lëshoje, më fort. Mua më pëlqeu shumë si interpretim vokal dhe teksti ishte shumë i mirë, gjithashtu ishte i lidhur shumë bukur me këngën dhe të urej shumë suksese. Faleminderit. Për cila Amela dhe bëjmë i gati për konkurentin e 50 i fundit në garë. Gjithçka kaloi kaq shpejt, siç tha konkurenti 50. Do takohemi me artistin e fundit që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është në përgatitje të albumit të tij të parë muzikor dhe dëshiron që hapin e parë ta nis nga kënga magjike. Kënga që propozon është dedikim për bashkëshorten e tij. Aroma e tulipanit, Riflo. Sonte se cili që vje komplet ndryshe. Nuk është hip-hop, është rap. Ti e mret në sha jeme e me ty po lujna sha. Na her po du me qa kus ty të tu nuk jon t'un pa. Shti si jo nga tru me ty po koka shumë bella. Se ti je bella bella, bella stella. Je modele ylli bukur mo e mirë se e sinani. Zjor dorën edhe për ty që i pas ke gjamani. Aroma jo të zimër si aroma tulipanit. Jo dashni po bo me pas, sindrom në Peter Panit. Lujna mas te je lujna, m'ke lon pa gjumas në ndërmet pa. Unë lujna mas te je lujna, m'ke lon pa gjumas në ndërmet pa. Ulala, I love yeah, ulala. Jo nuk po ngope mund duket pa. E ke që mësuni mu dashnia, dashnia. Ulala, I love yeah, ulala. Jo nuk po ngope mund duket pa. E ke që mësuni mu dashnia, dashnia. Wow! Beta thonë si me ta thonë ma kishe dhon zemrën. E nëse ta aprishi ti mu
Unë shmerë për shtemën, a modijes dhe për bardha molla ime s'ka helë. Baby tranquilla, unë dita du një femën. Jesi hana, jesi djeli, jesi femra të i qërdani. Perën dhe shë bukuris për ty për luva tani. Dimri është i ftohtë, amati për ngëshari. E nëse vera është nxehtë, bona plazhin in Miami. Lujna, mas te je lujna, kelon pa gjumas në ndërmet pa. Unë lujna, mas te je lujna, kelon pa gjumas në ndërmet pa. Ulala, I love, yeah, ulala. Jo nuk më ngove mund duket pa. E ke që mësuni mu dashnia, shnia. Ulala, I love, yeah, ulala. Jo nuk më ngove mund duket pa. E ke që mësuni mu dashnia, dashnia. Ulala. E mbyllim në atmosferë, urime. Faleminderit. Pesi jeshile sonë energji, ndërkohë Kelly Tranquilla. Baby tranquilla. Dita du një femë. Pa. Jo, është një këngë që besoj se i duhet këngës magjike, me thënë drejtë. Do është është kënga më e çuditshme. Ti do ta kesh emrin Flori apo jo Riflo? Flori e kam mbrapsht Riflori. Po pra si puna ime like, e kuptova. Fiks. Jonin, Bravo për energjinë që na solle dhe unë mendoj si Kelly që i duhet këngës magjike një material i tillë kaq pozitiv që i flet dashurisë kaq bukur. Albirin. Pëlqeu që po i kënon dashnisë gruas. Su faleminderit. Përshëndetje se më shikon. Algert. Olala. Ishte një këngë që na dha goxha atmosferë, unë e shijova shumë s'para kërcej, kupton isha. Grace. Kemi Mua Jeshilen e para që e dash për titullin Aroma tulipanit është një kompliment aq i bukur për gruan sa e kam vënë dozën. E ke meritu. Mrekulli, Flor, faleminderit. Përshëndesim dhe bashkëshorten tënde që kur është. Faleminderit, urime. Kemi dëgjuar 50 këngë, 50 zëra dhe 50 energji të ndryshme. Në javën e ardhshme do të përzgjidhen më të mirët e më të mirëve dhe ata do t'jenë, kuptova që ndoshta 14 jo, por si do qoftë nuk mund t'jena shumë sa ne do të donim për shkak të kohës televizive, por edhe të raportit me artistët big. Unë me Zipres dhe më në fund në poltronat e juris do t'ullen dhe do t'marrin përgjegjësi 5 emra që lidhen jo vetëm me skenën magjike, por me çdo skenë të rëndësishme muzikore shqiptare. Po si e përjetoje Gerta Heta këtë javë? Gerta? Ardit, nuk do kisha kualifikuar kaq shumë sa kualifikoi Uria. Me thënë drejtën tani, 2 do kisha kualifikuar unë. 2 do kisha kaluar. Okej, nuk i themi me emra atëre që të mos. Megjithatë na është bërë shumë e vështirë puna, na është bërë jashtë mase e vështirë puna. Shiko, ti ke ndonjë listë tënde, ndonjë listë, për shkak se secili nga ti ke dëgjuar këngët apo jo? Po patjetër, i kam ndjekur javë për javë. Edhe me thënë të drejtën Ardit, jo 14. Po ti sa ke? Unë do kisha kaluar 22. 22. Ka shumë materiale kualitative, vërtet. E di, po 22 janë shumë. Po aq ka mund tani tash? Aq ke ti. Hajde bëjmë 20 pastaj. 20 të lutem. 22 nxjerr unë vetë. Shiko, ju themi 14. Gerta thot 22 që shkojmë në 20 poshtë. Gjejmë një mes me të artar ditë tani. Do ta gjejmë, se kam dhe probleme në shtëpi, kuptova që dhe gjinin femërore kam kundër këtë vit, kështu që ka materiale cilësore tani, duhet t'ja hapim një derë apo jo? Po t'ja u hapim një derë, të shohim deri javën që vjen se çfarë do të ndodhi. Tranquilla. Magjia ende nuk ka mbaruar. Por kam edhe unë disa grimca muzikore që uroj të jenë magjike. Sepse si çdo javë do të prezantoj një tjetër këngë të re, e cila titullohet My Own Song. Dhe në përfundim do ndoja edhe ndonjë mendim nga Juria, pse jo? Ja ta ndjeki. Another sad song on the radio. I need a different groove.
I gotta let it go. Get a new start, find my North Star. I'm not at the end, I'm just at the hardest part. I don't regret a thing. Don't wanna cry, so I'm gonna sing. Anything is meant to be, 'cause it's how you feel. You think you know it all till things get real. I'm finding who I am and where I belong. I'm gonna sing my own song, and I'll turn it up loud, gonna belt it out. The feeling doesn't change, I'll push it down. I'm finding who I am and where I belong. I'm gonna sing my own song. I'm gonna sing my own song. No. Pra, komentet po pres. Mirë, me 2 jeshile, me 3 jeshile duhet të knaqesh. Për momentin... Gjitha. Au, për 4. Keli, nuk ta jep. Nuk ta jap për një... Jo, jeshile liq. Sepse duhet të them një gjë, ti e vetmja gocë në botën tonë të estradës, po themi, që zbavitesh me gjërat që bën, zbavitesh edhe kur këndon, edhe kur prezanton. Kjo më zbaviti më shumë nga të gjitha. Okej. Edhe një javë në ndajnë nga netët finale në Pallatin e Koncerteve në datën 19, 20 dhe 22 nëntor, ku shumë surpriza na presin. Javën tjetër, Keli, Jonida, Marcela, Kozeta dhe Gerta do të përzgjedhin këngët përfaqësuese në kategorinë New Artist. Ndërkohë, do t'ju njohim edhe me renditjen e 2 netëve gjysmë finale për kategorinë Big. Do ekzistoj, sa bota vetë dhe unë e ti, do ekzistoj. Po kjo? Ky është momenti të vërtetoj se unë e njoh mirë historinë magjike. Kjo është kënga fituese në Kënga Magjike 2002. Këngëtarja e cila interpretoi në javën e 10 do të përmbyll konkurimin e kategorisë Big me një rikthim pas 16 vitesh. Mira Konçi. E presim javën e ardhshme Mirën. Do të takojmë edhe njerë këtu pra, në skenën ku magjia realizon ëndra. Do me thënë në skenën këtu do takojmë për herë të fundit? Jo, si kemi thënë, në një familje askush nuk mbetet pas. Por nëse ti më lejon, unë do isha i nderuar, të isha bashkëprezantuesi yt në javën e 10, edhe në netët finale në Pallatin e Koncerteve. Gjithmonë me ty, ba. Miru takofshim javën tjetër. Be Magic, paqim!